Laja Duart, nënës tënde. Ai u diplomua me notë të lartë. Ishte i kënaqur me suksesin e arritur dhe ishte i sigurt se po e priste një karrierë e bukur. Një nga kompanitë më të mëdha në vendin e tij kishte shpallur konkurs për plotësimin e disa vendeve të caktuara. Menjëherë paraqiti dokumentacionin e nevojshëm dhe e kaloi intervistën e parë. Intervista përfundimtare nga e cila varri nëse do të pranohej, ishte biseda me drejtorin gjeneral të asaj kompanie. Derisa po qëndronte para drejtorit dhe ky po i shikonte dokumentet e tij, e ngriti shikimin në drejtim të tij dhe filloi të pyeste. A keni pasur bursë gjatë studimeve tuaja? Djaloshi ju përgjigj. Jo, kur fare burse nuk kam pasur. A i ka paguar babai yt shpenzimet për studimet tuaja? Djaloshi i përgjigjet. Jo, babai im vdiq kur unë isha vetëm 1 vjeç. Nëna ime më shkolloi gjatë gjithë kohës. Ku është e punësuar nëna jote? Ku punon ajo? Djaloshi sërish i përgjigjet. Ajo, në fakt, nuk është e punësuar në ndonjë kompani. Ajo është shtëpiake, lan dhe hekuros rrobat e njerëzve të tjerë. Pastaj drejtori kërkoi që t'ia tregoj duart e tij. Kur ia tregoi, ato ishin 2 duar të bardha dhe të buta. Drejtori e pyeti: "A i ke ndihmuar ndonjëherë nënës tënde për larjen e rrobave?" "Jo, ajo nuk më lejonte. Vazhdimisht më thoshte të mësoja dhe të përsërisja mësimin." "Mirë, shiko, kam një kërkesë të vogël për ty. Të lutem shko në shtëpi dhe laj duart e nënës tënde." Djaloshi fillimisht u hutua, por kur është fjala për punë, atëherë nuk ka habi dhe shaka. Shkoi në shtëpi dhe ia shpjegoi nënës kërkesën e drejtorit, duke ju lutur asaj që t'ia lante duart. Kur nëna dëgjoi për punë, u gëzua shumë, por në të njëjtën kohë u çudit për këtë kërkesë. Megjithatë, pranoi që djali i saj t'ia lante duart e saj. Djaloshi hodhi ujë në tenxhere dhe filloi t'ia lante duart. Derisa po i lante filloi të qaj. Vetëm tani, për herë të parë në jetën e tij, pa se në çfarë gjendje ishin duart e nënës së tij. Ato ishin të plasaritura, lëkura ishte e vrashtë dhe e ashpër, në to ishin plagët e vjetra, duart e saj ishin të intura dhe të fryra. Ai po qante si fëmijë. Vetëm tani, për herë të parë, djaloshi e kuptoi se ato 2 duart ishin të cilat e kishin ushqyer dhe shkolluar, dhe se çdo gjë që kishte në jetë e kishte nga ato 2 duart. Kur e mbaroi larjen, ai e puthi nënën në ballë, e pastaj lau me duart e tij të gjitha rrobat dhe i hekurosi. Atë natë ata qëndruan për një kohë të gjatë dhe biseduan. Të nesërmen, kur me lot në sy erdhi te drejtori dhe kur i tregoi atij se çfarë kishte ndodhur, si dhe që ai pjesën tjetër të rrobave i kishte larë vet, drejtori e pyeti se çka kishte mësuar nga e gjithë kjo, ndërsa ai u përgjigj: "Kam mësuar si në vijim. 1. E kuptova kuptimin e vërtet të fjalës mirënjohje. 2. Po të mos ishte nëna ime, sot nuk do t'isha ky që jam. 3. Kuptova se sa të vështira janë disa punë për t'i bërë. 4. E kuptova rëndësinë e familjes." Drejtori qeshi dhe tha: "Unë kam kërkuar një punëtor të tillë, i cili do të di ta vlerësoj punën dhe përpjekjet e tij dhe do t'i ndihmoj të tjerët. Zoti thotë në Kur'an: Ne, njeriun e kemi urdhëruar për sjellje të mira ndaj prindit të vet, sepse nëna e vet, atë e barti me mund pas mundi, dhe pas 2 viteve ja ndau gjirin. E porositëm të jesh mirënjohës ndaj meje dhe ndaj 2 prindërve të tu, pse vetëm tek unë është kthimi juaj." Surja Luqman 14.